Na thuaj pak pse ti e sheh veten si finalist? Është kjo se ti beson në aftësitë tua apo duke e krahasuar veten me banorët e tjerë në shtëpi, mendon se e meriton finalen? Sepse për ditës parë besoj se e kam dhënë maksimumin dhe e kam vlerësu 100% vllavin e madh. Lojën e kam kuptuar shumë shpejt dhe nuk është shumë kallaj kur ti vjen mas 1 muajve dhe deporton në këtë mënyrë që kam deportu unë dhe besoj se e meritoj për më shku deri në finale, po. Je shprehur se sipas performancës ti mendon që do të largohet kushtrimi, por ndërkohë do doje që të largojë Labi. Jo. Normal kur mu ka gjujt Labi, është ai moment me emocion edhe aty, por kur je pak ma racional edhe e këshyr këtë lojë, normal se qysh ka performuar, qysh ka dhanë për këtë edicion, si mirë si keq, u mënu. Se mendon më njësoj? Jo, si pas performancës, Labi me nejtë kushtrimi me dalë, po.